Shëretja dërgon një selam me postimin e fundit, po kujt po ja dërgon? Këngëtarja mirënjohur Shëretë Beluli ka tërhequr vëmendjen me një postim të fundit që po qarkullon me shpejtësi në rrjete. Në foto e shpatet me një pamje të bukur dhe një mbishkrim që ka ngritur shumë pikpyetje, ku ka thënë surprizat e reja së shpejti. Jo gjithmonë duhet të flasësh, mjafton të veprosh. Ka që mjaftuar që ndjekësit e nisin hamendësimet kujt po ja dërgon këtë selam. Disa fonca mendojnë se mund t'i drejtohet dikujt nga industria, ndërsa të tjerët besojnë se është thjesht një mesazh motivues. Por ajo që bie në sy është një tjetër detaj. Në fund të postimit, këngëtarja ka lënë një shenjë që duket si paralajmërim për projektet e reja, se pritet të sjellë shumë shpejt. Shëretja si gjithmonë di të mbajë publikun në pritje. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.